Pas një periudhe të gjatë të shkëputur nga jeta publike dhe rrjetet sociale, shkaktuar nga humbja e vëllait, këngëtari i njohur Gjesti rikthehet për publikun në një mënyrë simbolike. Kompania e tij menaxhuese 360 Music publikoi një imazh festiv të artistit për të uruar Krishtlindjen, duke rikthyer praninë e tij mes fansave. Në foto, Gjesti shfaqet me stilin e tij karakteristik, jeans dhe atlete roz të ndezura, i rrethuar nga dritat festive të pemës së Krishtlindjes. Ajo që bie në sy është natyra e imazhit, i cili duket të jetë përpunuar ose gjeneruar me inteligjencë artificiale, duke krijuar një avatar që ruan prezencën e artistit pa ekspozuar pamjen e tij reale. Kjo zgjedhje tregon se Gjesti vazhdon të mbajë distancën private në këtë periudhë zie. Fansat reaguan menjëherë me mesazhe emocionale dhe mbështetje të madhe. Në seksionin e komenteve, shumica shprehin mallin dhe pritjen për rikthimin e tij fizik. Na ka marrë malli shumë dhe ju urojmë çdo të mirë, shkruante një ndjekse, ndërsa të tjerë shprehin emocion më të fortë. Gjesti o shpirt, vdiqëm për ty. Menaxhmenti nuk ka dhënë detaje për një rikthim të afërt në skenë, por kjo kartolinë virtuale shihet si një sinjal shprese. Komuniteti i fansave mbetet besnik dhe i gatshëm ta presë artistin, duke ndarë dashuri dhe mbështetje gjatë kësaj periudhe të vështirë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.